Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës, duke i referuar raportit të fundit të Organizatës Botërore për Shëndetjen e Kafshëve, si dhe raportit të Komisionit Evropian, ka njoftuar se në disa regione të Gjermanisë është konfirmuar prania së sëmundjes gripi i shpesve. Serotipi me patogjenitet të lartë HPAI H5N1 në fermat komerciale dhe tek shpezët e egra, Sadik Heta nga AUV përmes telefonit i ka konfirmuar mediumit tonë se në përputhje me dispozitet përkatëse të legjislacionit në fuqi dhe në zbatim të masave parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, shpezëve si dhe sigurisë ushqimore në Republikën e Kosovës. AUV ka vendosur që të ndalohet importi i shpezëve të gjalla dhe i produkteve të tyre që kanë origjinën nga zonat e infektuara të shtetit të Gjermanisë, përveç në raste kur ato vijnë nga ferma të paprekura, nga sëmundja dhe që gjenden në një rrezë prej të paktën 50 kilometra larg zonave të prekura. Kjo ndalesë hyn në fuqi menjëherë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtutjeshëm të situatës nga autoritetet përkatëse ndërkombëtare dhe nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i agjencisë Heta gjithashtu shtoi se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë do të vazhdojë monitorimin e kujdesshëm të situatës epidemiologjike, duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare për parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundje.